marrim dëgjuesin e radhës, e përshëndesim. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Dishta hujë me pyet. Punën e banesë. Punën çfarë, vlla? Punën e banesave. Po, punën e banesave, urdhno vazhdo. Po, shërqet rasni që ka thonë nuk bën. Po ja bajrova bën. Elhamdulillah kofën në filon gjinja nuk po morrin. Ndërprer lidhja me siguri doktori e di se për çka është qëllimi. O Zotë ti e ke shëru trupin e sëmur të Ejubit. O Allahu im ty të adhurojnë. Bismillahirrahmanirrahim. Allah i nderuar, na bëjmë përgjegjësi për përgjigjet tona të cilat i kemi, ne të gjithë e dim se kamata është ndaluar. Të gjithë e dim se krediti është ndaluar, është haram. Por në këtë rast të gurbetit mbështetemi në ato që thash edhe më parë se dietar të shquar, komision i posaçëm është formuar me Selina Landër, i cili komision kujdeset rrënjësisht në formë bazamentale se si e jetojnë muslimanët tonë në gurbet, në vendet e huaja, me qiraje, duke pagu qirajet me vitet të tëra, sa që në fund ka mund të paguje sikur të kishte blej. Dhe ata kanë thonë se për banes të nevojshme, jo banes luksuze, jo banes të madhe të tepruar, por për banes që aj të mos pagun qira, ato ulema që në më të mëdhej se të gjithë neve kanë dhonë fetfa dhe kanë lecu këtë çështje për gurbetçit vetëm për banes. Edhe ato me kushte banes që aj të mund të tejkaloj problemin familjara, jo banes luksuze, banes të tepruar, dhe kështu është qëndrimi atyre dhe shpresojmë që Allah inshallah të mos ja u quajmë për të madh atyre të cilët kalojnë në për këtë fetfa të cilën e kanë dhënë dietar të njohur, i cili ka emrin fetfaja e dietarëve të Këshillit të Evropës. Ato e kanë edhe website-in në internet, mund të hulumtoni nëpërmes dikujt dhe ta gjeni dhe ta shihni edhe vetë, do të bindeni inshallah.